ti bjerë, o me furi, laje tokër si me dush, gjithë lumetin na I mbush. Laje tokër si me dush, gjithë lumetin na I mbush. Shi, lagashi, sa I mirë që jeti, të rriten frutat në dek, molle rush fiqe dhe shek. Të rriten frutat në dek, molle rush fiqe dhe shek. Po, ju vetëm për plasën duart e këndoj vetëm Amari. Si bravo. Si ju dëgjova këngën juve unë. Këndova unë dhe Amari. Ju për plasën duart. Edhe Amela që bërtise mas nesh. Jo, të gjithë dua t'u dëgjoj këngën. Na fillimi. 1, 2, 3. Shi, lagashi, bjerë ti bjerë, o me furi, laje tokër si me dush, gjithë lumetin na I mbush. Laje tokër si me dush, gjithë lumetin na I mbush. Shi, lagashi, sa I mirë që jeti, të rriten frutat në dek, molle rush fiqe dhe shek. Të rriten frutat në dek, molle rush fiqe dhe shek. Mirë, po duhet ja mësojmë fjalët që mos të plotsoni vetëm fjalën edukatorës, po ta themi fillim e mbarim këngën vetë. Mirë, dakor. Fëmi, sot kemi një mësim të veçantë, shumë të bukur. Për herë të parë do të shikojmë me edukatoren një dramatizim. Me edukatoren do ju ndihmoj unë. Në fillim e bën edukatorja dhe më pas kur ju të mësojeni, në mësimet në vazhdim, do t'ju mësoj edukatori që ta bëni dhe vetë dramatizimin. Ndajnë rolet ke fëmijët, mësojnë pjesët e lexuara përmendesh dhe pastaj lozim edhe rolet sipas personazheve. Këtu me tavolinë edukatore ka vënë gjithë materialet e një dramatizimi. Kemi vënë I riqin e madh, kemi vënë sipas historisë shpinë e I riqët e tjerë të vegjël, kemi pemën këtu të mollëve, mollët edhe gjithçka që shikoni. Shikojmë këtu me edukatorin. Pra kemi I riqët, shtëpinë e I riqëve dhe pemën me mollë. Ashtu siç kemi bërë edhe historinë e muajit, ha? Kush më thon edukatorës më përpara se të fillojmë dramatizimin, si e kishte titullin Historia e muajit? Ha? Bravo. I riqi dhe mollët. Jeni shumë të mirë. Do fillojmë tash me edukatorin vetëm se duhet të mbajmë qetësi. Në rregull? Dëgjojmë edukatorin tash. Kemi I riqin e madh, kemi shokët, kemi shtëpinë e I riqëve dhe pemën me mollë dhe mollët e tjera. Këtu shikojmë edukatorin tash, fillojmë. Një mëngjes I riqi I vogël u nis për të kërkuar ushqim. Në shtëpi ai kishte edhe 3 shokë të tjerë, I riq të vegjël. Në shtëpi nuk gjindej asgjë për të ngrënë dhe ai si më I madhi vendosi të largoj për të kërkuar ushqim. Ec, shohim edukatoren. Ec dhe ndaloi poshtë një peme me mollë. Pa që kishte shumë mollë në pemë, po që ai nuk I arrinte dot se ishte I vogël, këmbët I kishte të shkurtra dhe vendosi të mbledh disa mollë që pa poshtë peme. O, sa mollë që ka këtu, tha, do ha dhe do ngopen. Era I kishte shkundur disa nga mollët dhe I kishte hedhur në tokë. I riqit I pëlqyen shumë sa të ishin të kuqe, të bukura, të mëdhaja dhe tha, do ha dhe do ngopen. Ha? Po, se I kishte fryrera dhe vendosi që të marri njërën në gojë dhe të filloj të haj. Mirë po, shikojmë tu me edukatoren, mori njërën
dhe filloi të haj. Duke ngrënë mollën, ju kujtuan shokët. Pra duke ngrënë mollën, ju kujtuan shokët. O bobo, edhe ata nuk kanë gjë për të ngrënë. Ti çoj edhe atyre mollë? Po si, unë jam i vogël. Në gojë unë mund të baj vetëm një mollë. Vetëm një. Atëre, i riqi zgjuar, mendoi dhe tha: po unë kam gjëmbaç? Po sikur të rrotullohem dhe t'ja ngul gjëmbaçët e mi mollëve. Kështu unë do të marr një shtëpi shumë mollë, ha? Dhe i kështu bëri. Shikoj me edukatoren, kujdes. Shikoj me edukatoren. Dhe kështu bëri. Shpejt e shpejt u rrotullua dhe ngriti mbi shpinën e tij shumë mollë. Shikoni? Edhe për shokët e tij. Dhe u nis përsëri për në rrugë, drejt shtëpisë. Shikoj me edukatoren, drejt shtëpisë. Ece dhe mbriti pranë shokëve. Shikoni me edukatoren, mbriti tek shokët e tij. Shokët kur e pan të gëzuar, u kënaqën që i riqi, shoku i tyre, nuk kishte menduar vetëm për vete, por kishte sjell mollë edhe për i riqët e tjerë. Dhe që nga të gjithë shokët morën nga një mollë. Kujdes, sa edukatorja. Të gjithë shokët morën nga një mollë dhe filluan të hanin mollët që i kishte sjellë i riqi. Shikojmë këtu me edukatoren. Të gjithë morën nga një mollë dhe filluan të hanin mollët që i kishte sjellë i riqi. Dhe vendosën që nga jo ditë, vendosën që edhe ata kur të shkonin të kërkonin ushqim, do të merrnin edhe për shokët e tyre. Nuk do të mendonin vetëm për vete, por do të merrnin edhe për shokët e tyre. Çfarë kuptuam nga gjithë kjo histori? Kush i thot edukatores? Çfarë kuptuam nga gjithë kjo histori? A duhet të mendojmë vetëm për vete apo edhe për shokët? Për shokët. Bravo Mari, po? Bravo. Pra edhe për shokët. Ju pëlqeu edukatore dramatizimi? Në mësimet në vazhdim, edukatorja nuk do ta bëjë më teatrin, por do t'ju jap rolet juve, do t'i bëni ju. Në rregull? Jepën plasje duash për gjithë fëmijët tash që dëgjuan me vëmendje teatrin. Bravo, jeni shumë të mirë. Mund të bëjmë një provë me juve se si mund të ndajmë role personazhesh, ë? Atëre, një i riq do më vi Perla, hajde këtu. Një i riq do më vi Casey, hajde këtu. Një i riq do më vi Alea, hajde këtu. Dëgjojmë tash me edukatoren. Dhe i riqi kryesor do më vi Amari këtu. Hajde këtu ke edukatorja Amari. Hajde këtu. Tani, besoj se e pam dramatizimin, ë? E pam edukator dramatizimin? Si do të fillojmë të flasim dhe na duhet edhe një personazh që tregon historinë. Tani, duhet të fillosh si të shikon këtu. Amelia, si të shikon këtu do fillosh të tregosh. Fillo, një mëngjes i riqi u nis për të kërkuar ushqim, ha? Fillo. Një mëngjes i riqi thuaj fjalët. Jo? E Medina e thua ti? Hajde ke edukatorja. Fillo, përdor fjalët që të thotë edukatorja. Një mëngjes i riqi u nis për të kërkuar ushqim. Po thuaj të gjithë fjalën që thotë edukatorja. Një mëngjes i riqi Bravo. Dhe duke ecur ndaloi poshtë një pemë me mollë. Ha? Thuaj fjalët që thotë edukatorja. Duke ecur ndaloi me mollë me pemë. Bravo, poshtë një pemë me mollë. Mirë. Në tokë pa shumë mollë, ha? Në tokë pa shumë mollë. Dhe çfarë tha i riqi? Do ha dhe do ngope me mollë. Bravo. Do ha dhe do ngope me mollë. Mirë. Dhe mori në gojë njërën dhe filloi të bravo. Mirë po, në mendje kush i shkuan? I shkuan? Bravo. Dhe si tha, edhe ata nuk kanë për të ngrënë. Po sikur ti marrë dhe atyre
Po si unë jam i vogël. Bravo, unë marrë vetëm një në gojë. Atëhere, si i riqi zgjuar gjishtë qa bëri? U rrotu. Dhe ngulli mbi shpinën e ti? Shumë moll. Shikoni sa moll ka ngullur mbi shpinën e ti? Edhe për të gjithë shokët. Mirë, bravo. Tashi, ngulli mbi shpinën e ti shumë moll. Dhe çfarë bëri? I riqi tashi ka rolin tjetër i riqi. Bravo, shkrimtari, e tha shumë mirë pjesën e vetë Medina. Bravo. Tashi ka rolin i riqi i madh. Mbi shpinë ai nguli shumë moll. Amari dhe u nis për ku u nis? Për tek? Për tek? Kush janë ata? Shokët. Për te shokët, për t'i quar çfarë? Për t'i quar? Mollët që morin mbi shpinë. Kur shkoj atje, i shpërndau nga një kokër secilit nga i kokër. Dhe shokët filluan të hanin. Çfarë i tani riqit kur i çoi moll? E faleminderit, bravo. Atëre, i riqët e tjerë, që janë 3 i riqët, ullu aty Amelia, është Alea, është Kujdesa, edukatorja, është Casey, është edhe Perla. Si do t'i thoni i riqit kryesor që në solli mollët? Faleminderit. O Amari, i riq Amari. Thoni faleminderit o i riq Amari. Bravo, që na solli moll. Mendove edhe për neve. Mendove edhe për neve. Bravo. Edhe ne do të të sjellim ty ushqim. Bravo, jeni shumë të mira. Bravo, e kuptua si bëm një dramatizim të vogël shpejt. Bravo, jeni shumë të mirë. Tani, le ta lidhim edhe dramatizimin ton me matematikën. Shikojmë këtu me edukatoret. I riqi ka ngritur mbi shpinë moll. I numërojmë sa moll janë mbi shpinën e i riqit? 1, 2 dhe 3. Pra sa moll ka mbi shpinë i riqi? 3. Se mori 3 moll mbi shpinë i riqit. Sa shok kishte i riqi? 3. Bravo. Dhe mori moll, aj sa shok kishte në shtëpi. Bravo. Jeni shumë të mirë. Cili numër kemi mësuar deri në grupin e parë? Numrin e fundit që kemi mësuar, numrin? 3. 1, 2 dhe 3. Dhe në grupin e dytë do filloj me numrin 4. Deri ke numri 6. Pra, numri i fundit që kemi mësuar në grupin e parë, kush numër ishte? Numri? 3. Aj sa moll ka i riqi mbi shpinë. Bravo, jeni shumë të mirë. Bravo.